Në jam shtec publik edhe i lëvizjes vetëvendosje, apo i lëvizjes vetëvendosje, po në këtë rast besoj që tema për Albin Kurtin, s'paku në prizmin tem, është të i kalume. Kemi Albin Kurtin në cilësinë e kryeministrit, kemi qeverinë Kurtin 3. Zoti Gasha është gjithë akter, po që 15 vjetë është gjithë këtu. Po, mirë është që është, po për thamë që tash faktikisht prizmin tim edhe për atë përkrahje që bëjene, mendoj që më të mirë se Vjosa Osmani nuk kemi. Dhe besoj që tani duhet presim edhe këto 2 ditë. Unë prizmin tim besoj që zoti Kurti është duke i shtjerë faktikisht gjitha mjetet, duke kërku votën për Vjosa Osmanin. Besoj që kjo është edhe arsyeja pse po i takon gjithë liderët e partive politike shqiptare. Mendoj që ka takuar edhe deputet individualisht, sepse nëse kjo... Po këtë vjen vetë besimi, apo jo? Jo, kjo është çështje e vetbesimit tim për shkak të punëve të mira që i ka bëu Vjosa Osmani për këtë mandatin e parë. Besoj që punë më të mira do të bën edhe në mandatin e dytë. Kjo është ideja ime që ne tani për tani nuk kemi dikën që përfaqëson më mirë Kosovën se sa presidentja Vjosa Osmani, dhe mendoj që duhet të i kalojmë eventualisht inate personale, çështjet edhe partijake, për shkak se Vjosa është mirë që të jetë presidente e Kosovës për shkak të shtetit Kosovës, dhe këto gjëra eventualisht vogla besoj që shumë lehtë të i kalojnë. Ajo që dihet që kërkohet është që të kemi 80 deputet në sallën e parlamentit të Kosovës. Besoj që nuk do të shkon ma tepër se një ditë, nuk besoj që do ta lejojnë këta deputet tanë, apo ata që vendosin që ta kemi ditën e ejte, që i vije 5 marsi, dhe mendoj që... Ato e kanë afatin e fundit. Afati i fundit është deri në mesnatë. Interpretimi është pra është me 4 apo me 5? Jo, ajo sa unë e di do të thotë është data 5, që i bie dita e ejte deri në mesnatë, dhe kjo nuk do të thotë që do të kemi vetëm një seancë. Mund të kemi seanca të një pasnjëshme, deri faktikisht prej momentit që del emri i atij apo eventualisht i asaj apo eventualisht i atij të propozuar. Duhet të kemi 2 kandidat, por kështu ka qenë gjithmonë. Për shkak se një kandidat, themi gjithmonë është aty për ta plotësuar kushtin formal, e jo që ka ndonjë garë themi kështu të barabartë, mirë po kushtet formale janë që të kemi 2 deputet. E tash duke pas parasysh që partitë opozitare, s'paku deri me ditën e sotme, nuk kanë dhënë një emër të përbashkët. Kur po foli për partitë opozitare, po mendoj për partitë tona shqiptare, nëse ata do të bashkoheshin 3 partitë, PDK-ja, LDK-ja edhe AK-ja, do të kishin një kandidat, atëherë gjërat edhe mund të ndryshonin, dhe pse dallimi është shumë i madh nëse marrim për bazë sa është numri i deputetëve vetëvendosjes me koalicionet e saj, dhe sa është numri i deputetëve të partive opozitare.